Pra, asnjëra prej partive opozitare nuk ka synim dele para, kjo është një handicap jashtëzakonshëm. Do me thonë, këta gjithë pajtohen që partitë opozitare janë shumicë, por asnjëherë nuk mendojnë që vetëvendosja mund vendosë në një moment që t'i jap hapësirë dikujt tjetër që ta jetë koalicione. Po, nga opozita. Fakt, provoj, më të 9 muaj provoj, kërkush nuk e shpej. Po provoj në standardin që është dështaja. Po jo në standardin praktik se si duhet. Në DK-s ja ka ofruar gjysmën e çfarë. Mënyrën që ja ka ofruar ka qenë më shumë efektiv se sa ofruar. Si ka ofruar. Po, vetëm si gjatë tërë kohës, tash ismet jo, këta të mit këtu. Pra vazhdimisht komo lodh ky, komo lodh ai, komo lodh ai. Në fund kërkush s'u lodh. Pra dhe kërkush nuk u dorëzu përballë joshjeve, ofertave, edhe intimidimit, qëti shantazhit patriotik që ja ka bërë secili. Po, me gjithë ato, do më thonë, basë të rezultatë, më mendoj që opozita duhet tjetë të knaqër me këtë rezultatë zgjadorit. Nuk duhet tjetë të knaqër me këtë rezultatë zgjadorit që ka dalë. Për arsye se indikatorët për komunat nuk është vetëm numri i komunave, është edhe demografia dhe buxheti, por kemi parasysh që në 2 qytetet ose 3 qytetet më të mëdha do të garost ose kryetarët e komunave i kemë si rezultat i bashkimit të 2 e 3 subjekteve. Jo si rezultat e një subjektit veçantë. Asë në Prizren, asë në Prishtinë, sa të përparim Ramën, se kemë si rezultat i lidhjes demokratike, po kemë si rezultat i bashkimit. Ama, që ka funksionu, edhe këtë votu si PDK se ka votu? Po jo krejt, normalisht që nuk shkojnë krejt, po është një pjesë. është një pjesë, sidomos strukturat, gjithmonë angazhohen me votu një kandidat cilën e preferon partia e caktuar, se jo gjithë votues. Normalisht po Arjan Tahiri ka lëmu pak Prizrenit edhe Prishtinës. Pse? Se vëmendjen e Albin Kurtit e ka marrë në Mitrovic, edhe unë mendoj që edhe kjo ka ndiku në rezultat në Prizren edhe në Prishtinë, ku të thotë zoti Kurti ka qëndru veç Mitrovic, Prizren nuk u kanë, Prishtinë nuk u kanë. Kështu që edhe kryetari i Prishtinës, përparim Rama, edhe kryetari jo në Prizren, duhet me falenderu pak edhe fushatës të Arjanit, që ja ka majtë Albinin ma shumë Mitrovicës sa Prishtinë. Japim sa dush kredit edhe poleta Arjanit. Ajo la që jepu për 2-3% ka qenë nduar me gjitha me 3 subjekte në Prishtinë. Nuk ka qenë ngurë si 2 herë të kalume, gara në Prishtinë. Për shumë, me Arben Vitin ka qenë 1000 votën diferencë. Shpendi me Arbana Broshi ka qenë 300 vota. Nuk ka qenë është kandidati më i mirë i vendosjes për Prishtinë. Dikon 3000 diçka vota kanë qenë pak më thellë fitoria e përparim Ramës. Absolutisht, se ju dini fushata që u bën ndaj Harës më pari si jo qytetari i Prishtinës, se gjithë pa lidhje ka qenë. Është normal, domethënë që ka mujt me ndiku në atë forim. Po mendoj që opozita do të thotë nuk duhet jetë e kënaqur. Arritja mbajtjes së komunave për shkak nga aleanca, ndoshta është përparësi për aleancën për shkak të numrit si parti politike cila ka, edhe për ato fushatën që është bërë që kjo parti do të arrijë as pragun zgjedhor atje. Ndërsa për Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike besoj që nuk madje për Lidhjen Demokratike besoj që duhet të jetë shqetësim i madh, sepse vetëvendosja jemi duke e pa që elektoratin e vet, votën e vet, është do shtrinj në gjithë shtratin e Lidhjes Demokratike. Ato që e përmend. Domethënë është Obliçi, është Fushë Kosova, është Podijeva, është Kamenica, është Gjelani. Do të thotë, vetëvendosja nuk ka arritë të depërtojë në Dugaqen, do të thotë ende s'ka arritur në atë mos sot të ketë fitore, pa të marrë Prizrenin para sa vitesh, edhe më nuk e ka. Në komunat ku heq do të thotë aleanca atje edhe Lidhja Demokratike, por në pjesën knej të Anamoravës, si e quajmë, edhe në shtratin e DDK-s vetëvendosja është duke ushtrim më të madhe. Por nuk do të marrë votës të aleancës, nuk do të marrë votës edhe votë të Partisë Demokratike, po është të marrë Lidhjes Demokratike. Edhe unë besoj që Lidhja Demokratike është më shumë të dëmtuar në këtë proces, e goditur në këtë proces. Madje për ata përmena që ndoshta mos ta kish pas edhe ndihmën e partive tjera në Prishtinë, do t'ja merrte në Prishtinë. Hiç pejen që i ka pasur. Jo, vetëvendosja ka marrë votues nga PDK-ja. Po, tjetër ku është numri i vogël, simbolik është një reagim i deputetit Mifail Bajqinozi, thotë PDK-ja, pas humbjes në Mitrovic, po përpiqet ta kthejë rezultatin përmes prokurorisë. Ka marrë fund kjo punë, qytetarët e kanë thënë fjalën e tyre, zakonisht kur humbin e kërkojnë shpëtimin te gjykata kushtetuese ose te prokuroria, por këtë herë as sistemi nuk mund t'ua kthej atë që populli ua ka marrë.
Jo, Leo, deklarat. Pra po vazhdojmë, të kanë me qenë interpretive Të parë që kanë hyrë ka qenë policia dhe hetuesit policor, të cilët sot tani nga sfeqa po shkojnë inspektoriati policor me i denu pse keni nalë procesin. Pra, kjo është ndërhyrje e dyfish në proces, pse më shku inspektoriati policor me i denu hetues që kanë hyrë dhe kanë dalë një proces i cili ka fakte të mjaftueshme që është i kontaminum. Pra, ata po mundon me çdo kusht me mbrojt atë që e kanë bërë, krimi që e kanë bërë gjatë gjithë ditës dhe në këto 3 muajt e fundit në Mitrovic në mënyrë sistematike se po them nëse si shkon ky presioni i Albin Kurtit, këto që apo flasim kishin pas relevancë më të vogël. Po kur e kemi pa çat presion, kur e kemi pa çat sistem, kur e kemi pa çata grupe kriminale që po afrohen me të, aty është pa që këtu ka inxhiniering shtetëror për me përmbys një rezultat, për me përmbys një fitore e cila nuk është e tyne. Dhe tani, si asnjëherë në historinë e zgjedhjeve, nuk ka keqpërdorime, të paktën këto 8 vitet e fundit, nuk ka keqpërdorime kaq të mëdha, edhe kaq evidente, sa që janë evidentuar sot në këtë qendër. Dhe çfarë po mundohet shteti me bë? Cilët janë hetues që kanë shkuar aty? Inspektoriati i dënoi, edhe ti çojnë shtëpi, ço policë tjerë që vazhdojnë. S'ka lidhje kjo me prokurori, njerëz të parë që kanë intervenu janë hetuesit policor, janë Policia e Republikës Kosovës, e cila është profesionale deri në momentin kur sfeqa sa thirr ndaj drejtor në Prishtinë ose në rajon për më bë presion ç'po bën deri më tani. Nuk e di nëse për këto besoj ka me vazhdu kjo dramë. Nduket që e përmenëm ma herët nëse ka kamera edhe nëse s'kam rrit deri që aty me depërtue, me manipulutash edhe mbrana video incizimeve, është është me uzit kjo çështje. Po për të mbylla zgjuzen as më hap. Me urdhë prokuror me siguri edhe ajo ndodh. Ama për këto që po e diskutojmë na për tash matjen e fuqive të vetëvendosjes dhe partive opozitare. Këtu ka një mënyrë qysh me u provu kjo dhe, për shembull, krahasimi që 7 komuna i ka fitu vetëvendosja, 20 i kanë fitu AK, PDK, LDK, Nisma e të tjerë. Këta mundën dhe me provu me u bën bloqe dhe me provu këtë me testu me i marrë forcë. Po. Vetëm fal. Pra, kryeredaktori i emisionit Arieta Droga ka folur me Shpëtim Pecin, pra prokurorin, edhe ai thotë që momentalisht pra nuk është duke vazhdu numrimi derisa ekspertët e KQZ-s të bëjnë verifikimin për këto fletvotime. Pra është një deklarat e Shpëtim Pecit dhënë për emisionin, për prokurorit të rastit rreth asaj se çfarë po ndodh. Pra procesi është i ndarë derisa të verifikohen prej zyrtarëve të KQZ-s. Mira, po një pyetje që një marrë